Të ushqimit deri dikun po. Për sa i përket rrymës është pak shumë e tepërt, jo pak, po gja shumë e tepërt. Se tash sezoni, bile sezoni i dimnit, me qito klima që i kena marë, inshallah ja dalëm. Të ushqimeve ma shumë jënë qitash për qitash të papërballueshme. Pa i shriqa, na si pensioner disi po ja dalëm, po qysh po ja dalëm. Si që thojnë Amerikanët shqiptarët, pe kishin pensionin 200 euro, apo i hargjitin 400, ka edhe 200. Mos me konë ndihma pe tjetër kahit me siguri s'kishë mujt me ja dalë. Ushqimet kanë fillu ngriqin shumë. Apo mundeni me përballu ngriqin e çmimeve të ushqimit? Por afërsisht. Çmimi i energjisë elektrike është i lartë? Jo, nuk është i lartë. Çfarë mënyre prodhohet, se vetë kom punu në kek, çfarë mënyre prodhohet nuk është lartë. Vjetë kom pagu 30 euro në këtë sezon njëjtë. Valla me zërë, se kemi krejta në rrugët e vogla, çmime shumë shtrejta, s'po bojmë, që shto po shkuj. I lartë, valla, i lartë. Mundeni me përballu? Po, në qysh, për po të dhejtë.